Irani ka shënjestruar sërish Izraelin. Shpërthimet e reja u raportuan gjatë natës në Izraelin qendror. Dhe konfirmoi se Irani kishte lëshuar rreth 20 raketa balistike në sulmin e fundit. Sulme pati në Tel Aviv dhe Jerusalem. Një raket ra në një parking në Izraelin qendror, duke shkaktuar dëme dhe duke i vënë flakën një autobusi Bosch. Një tjetër goditi Herzlian, një qytet disa kilometra në veri të Tel Avivit. Forcat e mbrojtjes së Izraelit njoftuan sot se kishin eliminuar shefin e ri të shtabit të përgjithshëm iranian Ali Shadmani pasi goditën gjatë natës një qendër komande operative në Teheran. Brenda natës, forcat ajrore izraelite, duke përdorur inteligjencën e saktë të marrë nga drejtoria e inteligjencës së IDF-s dhe duke shfrytëzuar një mundësi të papritur, goditën një qendër komande operative në zemër të Teheranit, duke eliminuar Ali Shadmanin, shefin e shtabit të përgjithshëm të kohës së luftës, komandantin më të lartë ushtarak të Iranit dhe krahun e djathtë të udhëheqësit suprem Ali Khamenei. Shadmani u emëruar për të udhëhequr forcat e armatosura iraniane 4 ditë më parë pas eliminimit të paraardhësit të tij, Ala Ali Rashid në ditën e parë të ofensivës izraelite.